Partia Demokratike ka mbledhur grupin për të vendosur si do të reagojë ndaj mazhorancës një ditë pasi parlamenti rrëzoi kërkesën e saj për të ngritur një komision hetimor për lidhjet e ish zyrtarit të lartë të FBI-s Meg Konigal me politikanët në Shqipëri dhe një komision hetimor për zgjedhjet e 11 majit. Berisha deklaroi se opozita nuk mund të pranojë që të hiqet çdo e drejtë që ja ka dhënë kushtetuta. Është moment historik të dalim zot qytetarëve shqiptar vullnetit tyre të dhunuar. Pasi ka 10 vota dhe mandatet, tani thot sus, nuk u latë flisti. Një lloj si Oditi që i thot s'do më kontrollosh se u do vjedh sa të dua. Edhe nëna thot, do vjedh prapë thot, prandaj s'do më kontrolloni. Po absolutisht kurrë më. Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit për të komentuar paraqitjen e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku në SPAK. Zëvendësja më besnike e Edi Ramës në 25 vit të fundit, Lubi Balluku, merret e pandehur për një të mitën e vjedhjeve dhe shpërdorimeve të saj. Një të mitën. Dhe marrja e saj e pandehur ishte një akt kalvari i vërtet, do të themi atë që është, për atë prokuror që guxoi të firmos thirrjen e saj. Lideri i opozitës komentoi edhe përballjen e ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj me qeverinë dhe gjykatën kushtetuese. Por një gjë i tha publikut sot Erion Veliaj. Çfarë i tha? Kaq vite më parë në X qytet të Kolumbisë, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedurat ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat.